Ju përshëndes të gjithëve, 440 Boston, ky është 5:20, se do flasim shqip, si që kemi thënë, very excited, shumë i gëzuar, kishim një episod, oh my god, crazy one last Sunday, ishte, I recorded, incizuam me Bujarin, që ishte, dua ta theksoj, ishte një nder që e kishim këtu, dhe për gjithë komunitetin ton, do filloj do flas pak për atë. Ka qenë një episod i përkryer. Kemi marrë gjithë ato views, komente, likes. I was very excited, isha shumë i emocionuar të kisha Bujarin këtu. Përse e them, sepse është një nga figurat që na bëjnë krenar në të gjithë botën. Ka marrë pjesë Bujar Alimani, një nga regjisorët dhe skenaristët më të mëdhenj shqiptar, numër 1 tani për tani në Shqipëri. Dhe në diaspor, ishte një nder që e kisha të ftuar këtu. What an amazing guy, edhe kemi pas një ditë të dielën, oh my god, but at least edhe Bujari dërgoi mesazh në fund, thash Altin, tha, s'kisha si mund ta mbyllja më bukur, më mirë dhe më bukur se sa e mbylla bashkë me ty dhe që bëm dhe podcastin. Mbas asaj e përcolla, u ndam, por do të kemi podcaste të tjera dhe me Bujarin dhe me njerëz të tjerë të fushës së artit dhe nga të gjitha fushat e jetës, si në Shqipëri dhe këtu në Amerikë. Ka marrë aq shumë mesazhe në celular, po dua ta theksoj. Dhe kur postoj në Facebook, do ju lutesha shumë, mos komentoni në Facebook, which I love it, but please komentoni, klikni tek videoa nga YouTube që share në Facebook dhe shkoni komentoni tek YouTube. I really do ju kthej përgjigje, kam shumë dëshirë të komunikojmë atje në YouTube, do ishte amazing, do ishte shumë gjë e bukur. Tani, përveç kësaj, ku e kisha, si thash, ka marrë jashtëmase mesazhe, njerëz më kanë telefonuar, por këta janë ata njerëz, dhe u kam thënë të gjithëve, këta janë ata njerëz si Bujar Alimani që na bëjnë krenar në përbot. Prandaj edhe I mention, ceka Bujarit i thash dhe për shkollën që është këtu në Pibadi, ne bëhemi krenar me një flamur shqiptar të vogël, whatever, që u ngrit në një shkollë në Pibadi këtu në Amerikë. Po po si bëhet kur këta njerëz, këta individ që janë herojnë tanë në përbot, e ngren flamurin shqiptar gjithandej në evente, në për stages dhe të njohin kufi. Bujari ka qenë 3 herë, ka përfaqësuar Shqipërinë në Oscaret, në Kaliforni, me 3 filma të ndryshëm, por mos të shkoj shumë deep into it, e falenderojmë na zemra, holla një çik whisky, këtë shishin e whiskit e mora për Bujarin, we shared a shot with him that day, you know what I mean, it's a special one for special people, edhe si shtash, këta janë, urimet shkojnë për këta individ që na bëjnë krenar në të gjithë botën, se njerëzit po më thoshin Altin, bravo, ti s'ke të ndalur e kështu, po it's nothing, I'm nothing before them, you know, janë njerë ata që na bëjnë krenar në të gjithë botën. Edhe u përulemi, na mbushin zemrën plot. Kishim një ditë përpara dhe what a time, për jashta ishte 100 degrees Fahrenheit, nga e shtuna në të enjte ka qenë 100, ka dropur, what a weather, like crazy hot, crazy, dhe so busy, and come here, si do a podcast, go out, përcollëm Bujarin, it's like, man, it was unbelievable. Thursday, nga 100, do ja tregoj edhe për temperaturës, like unbelievable, në here këtu në Massachusetts, në Boston, në New England, i shikon të 4 rastinët në një ditë. Pas 3 ditësh, bie temperatura brenda natës, nga 100 në 60. Këtej po djersini me crazy, okay. Kondicioneri i shtëpisë u prish,
dhe u prish në atë ditë. If I wanted to fix it, that day 100 degrees, 40 in Albania, 38, 40. If you wanna fix it on those kind of days, you know the AC, the central AC, they charge you arm and a leg. How much you want? Sa do për të jep një krah ose një kem, se aq shumë kushton. So anyway, we cooled off on Thursday, which was nice. Përshëndesim bujarin a zemra, po plus në eventin që kishim u takova dhe me profesorin, një ri nderuar, i respektuar me Luan Ramën. Kemi dhe foto, kam foto nga këtu ishim tek kisha e Shëngjergjit në Boston për Albanian Film Festival. Edhe kisha dhe kënaqësinë të takohesha me profesorin Luan Rama dhe më dhuroi dhe një libër edhe bëri dhe një dedikim për mua, Origjina e botës, të cilin nuk jam e lexuar akoma, po do i shtoj bibliotekës time dhe do ta lexoj shumë së shpejti. Se kam shumë dëshirë. Thank you profesor. Kur takova me profesorin që më bëri dhuratë dhe librin, i thash profesor, kur kam parë mbrëm tek parti gala që ishim të ftuar, që shkuam me bujarin dhe me gjithë, i thash profesor, kur kam parë dia tje që more dhe çmim, le që ka një look si Roberto Benigni, po ta shikosh. Këtu është the big picture. I'm there too on the, I don't know, on the right, maybe I call it. No, on the left. And then me të gjithë dashamirësit që ishin atje në kishën e Shëngjergjit për fjalën e profesorit dhe të regjisorit Alimani. We had a really good time, po kur ishim aty që po bënim muhabet, i thash profesor, kur të pash për parë i thash që u takuam, mu duk se kur takova Roberto Benigni, aktorin italian. Dhe kur do merrni çmimin i thash se do kaloj lart mi karrige, siç mori Roberto Benigni Oscarin në Kaliforni. Oscarin ka marrë në atë mënyrë, më duket, I have to check it out, but it left a scratch on my hard drive when he jumps over the chairs, you know, to pick up his, kur ka përcjellë karriget, kaloi, nuk doli në rradha, po kaloi mes karrigëve. Thash profesor, se do bëj edhe ti të njëjtën gjë, ishte fun. He was laughing a lot, po qeshte jashtë mase, tha, really, u kënaq shumë, ju mbush zemra. Faleminderit tha. Edhe tjetër çfarë do thoshja? We had a really great time. Kur po rria për jashta, u takova me Rafaelën e kemi, Rafaela Prifti, është çupa, I think është çupa e Rafaela Biondia këtu në anë, very good person, u takuam për jashtë kishës, kishim një takim shumë të ngrohtë, takova me Rafaelën, është çupa e shkrimtarit Naum Prifti, I think I gotta check it. Shkrimtarit madh, I gotta check it. Naum Prifti. Yeah, ka vdekur në New York. Naum Prifti, Albanian writer, screenwriter and playwright. Yeah, dhe ka çupën Rafaelën, nga shkrimtarët tanë më të njohur. Yeah, edhe we had really good time, dhe I thash dhe për podcastin. Qa po pret më tha, I thash kam lënë takime me bujarin, edhe since we are at the podcast now, edhe bujari amazing, Altin, where is your car, when we gonna go now? I gave you my word, të dhash fjallën do vemi për podcast. I'm gonna say it again, one of the amazing times that I have, plus që e kam plus që është dhe nga fjeri, jo sepse tjerë nuk I dua, po sikur po takova një pjesë nga që jam dhe I mallë ngjyrë, po dhe sikur takova një pjesë të fjerit. Nga patosi, siç I thash dhe bujarit, kemi ikur në këmbë, kur ike në këmbë patosi, kur ndjej një freedom, po më thoshte bujarit, vetëm trembeshim çik kur kalonim mbyet, hajde. Nejse, edhe po flisnim me Rafaelën për podcastin, po më thoshte që I kishin thënë do hap edhe një tjetër, do hapte podcast, e tani those days, këto ditë, një çun I mirë, shumë djalë I mirë ai, që po hap podcast tjetër, very nice guy, I have
kam respekt veçantë, shumë djalë i mirë, po do ju them edhe çfarë nuk më pëlqen në ca gjëra kur flasim për podcaste. Unë podcastin, me që u futa te podcasti, unë podcastin e kam bërë ti shërbej komunitetit dhe dyta fun, laugh, love, enjoy the conversation with somebody sits here. I don't see kur na një ulet këtu dhe atë kur ulet këtu dua ta ndaj me të gjithë. Çfarë më pëlqen te podcasti? Më pëlqen si ky conversation i sotëm do jetë direct conversation i sotëm do jetë këtë pëlqej sepse do jetë gjithë podcastet që bëj kam qef shumë sepse i dua raw conversation. Si sheqer, kur vet atje që ke bërë kafen, ju ke sugar in a row, ke sugar in a row, ke equal, ke sweet and low. I like sugar in a row. If you're gonna eat sugar in a row. Why you have to mix it all that kind of stuff. So what I'm trying to say, I really love gjërat, më pëlqen jashtë mase gjërat e pa përpunuara, prandaj kur ai sit, më pëlqen spontaniteti. I don't care se ke varur, which is good, po që shkollë edhe dekorata në mur e gjëra. No man, dekorata ime është jeta. I can give you a piece of my life. Dhe tash, po përpara se të shkoj tek ajo, dua të them një herë se më ka kontaktuar një shok nga Shqipëria dhe dua që ta paraqesë atë këtu dhe që ta ndiqni pse jo. Artur Gjino. Artur Gjino ka hapur podcastin, shoku im I fëmijërisë. Klikojini, check his podcast out. Very, very nice guy. He's a producer. He's a cameraman for so long. He's producer, produced so many things. Check his homepage, kontrolloni faqen e tij. Siç e thash, fjalët e mia vinë shumë shpejt, ta ndroj se kisha foton e shumë fjalët e mia vinë shumë shpejt në anglisht, por ç'a keni benefite me mua se merrni 2 në 1. You know what I'm saying? Ju futeni për të dëgjuar shqip, po mësoni dhe anglisht dhe në të njëjtën kohë e mësoni anglishten, se I merrni të dyja gjuhët, pa dashje flas anglisht edhe vjen. Okej, kërkoni Artur Gjinon. Turi ka gjigant. Turi ka 30 vjet karrierë. I'm telling you, pa frikë, 30 vjet karrierë. Turi mik me bujarin si që kishim tek bujari Alimani dhe miq me gjithë folëm goxha, sepse edhe bujari ka mbaruar shkollën pedagogjike ku kam qenë dhe unë, po bujari ka qenë, bujari probably kur kam qenë unë klas 5, bujari ka qenë Alimani ka qenë vit parë, vit dytë, sepse shkolla artistike në Fierë Jakov Xoxa ka skulpturën, pikturën, what else, skicën, I forgot, I'm sorry for my language, I forgot what they really have, that they have të gjithë instrumentat, artin e ka violinat, kam pas kushërirat e mia, violina, piano, shoqërinë të gjithë, dhe prandaj edhe citova, nuk kam luftuar, I thash se tërë kanë qenë luftarak, nuk kam luftarakin në minin, janë marrë beside the school, përveç shkollës janë marrë dhe me një o vegël o flaut. Turi ka rënë, if I don't forget, Turi ka rënë o bojt. Turi, correct me if I'm wrong, më korrigjo po jam gabim. Dhe Turi ka rënë o bojt, dhe amazing guy, so going back there, it's a very amazing school. Podcasti Turit e ka solo intervista. What's amazing, qarë gjëja me e bukur sepse bën I jep komunitetit të qytetit ton në Fier për t'i treguar të gjithëve, është si një reklam e bukur, s'ka ku të vej më jashtë mase, për të treguar që nuk ka vetëm njerëz kështu, ka dhe njerëz që japin komunitetit në Fier, njerëz të nderuar, doktor, mësues, profesor, të gjitha fushave, inxhinier, you name it, like I kanë vërja emrin vet, I ke të gjitha fushave, po këta kur ja u tregon popullit dhe ja u tregon që të shikojnë se kë kemi në qytetin tonë, është një gjë shumë e bukur. Unë I ndjek intervistat e Turit, më pëlqejnë se dua të shikoj kush është akoma në qytetin tim dhe më jep një, më mbush jashtë mase, dua të shikoj që everybody doing good, you know. Now coming to the podcast, tash ti, is everywhere you go, takohesh me njerëz, shoqëri, familiar or family, me shoqërinë, me familjen, me çdo që takon, llafi I parë është si po vete podcastin, no vetëm për mua, po
Çdo familje ka podcast. Dhe Billy këtu mbrapa me ka podcast. Altin Pemram thua e pash podcastin tëm, po ka hap dhe kjo Stefania këteja, ka hap dhe Richin e kam këtej mbrapa, ka podcastin e tia, ka hap dhe ky këtu, po ky është sëmur, këti i bën podcast e shoqja. Vun dhe garin, tha, vëm gar të ri plastik që mos dëgjojnë shumë ato, tha, kur flet të shaka. Now, what I don't like, so first follow Turi. Turi tek solo intervista për të gjithë. Turi bën amazing job me recording, amazing. I'm jealous when I see Turi, like, oh my god, qa recording, bën crazy recording. Anyway, check the solo intervista, po si që e thash, everybody bërë me podcast now, po çfarë dua të them, se unë i pëlqej, mos më var, do them dy llafe, mos më var, like var, okay, you proud, you did this, that, somebody has it like this, somebody has it, dikush e ka kështu, dikush ashtu, po bëu organik, bjerë këtu, gjerat momentit. Dhe ju them, Turi më tha, faktikisht, Altin të dua në podcast, mori telefon, Altin dua podcast kur do vish në Shqipëri, se të dua të flasim. I thash, Turi, nuk e di, do vi për një muaj, mase we ended up bëjnë podcast edhe në Skype, whatever it is, Zoom or FaceTime, I don't know. Por I'm telling you, dhe do ju them dhe gjithë, po më pat edhe po të them tash i Turi, I don't wanna see any questions, mos më tregu as një pyetje që do bësh. I hate it, man. If e urrej kaq shumë. Në qoftë se ke pyetje bëj, asaj që di t'ja përgjigje, më pyet për çdo lloj gjëje. Then you know what? Diça, mos pri asgjë, cause I don't care, brother. I don't care. Get me as I am. What I'm trying to say, stay away from those school and ABC and no, man. Enjoy free conversation. Nxile atje kështu, boom. Right there. Even po ta keni parë, kush ka qenë tek dhe e kam bërë në page-in tim, e kam nxjerr në page. E kam nxjerr te page-i në Facebook, kontrollo page-in në Facebook. E kam nxjerr atje, ka qenë tek PBD-a. Ka qenë te Padri Bek Dave Valitemin që e nxjerr, po checking my Facebook page, ishte Scott Storch, one of the best music producer of all the time. It's like music line up from here to whatever, to Albania. It's like one of the greatest music producers. Rap songs, you can name it from Jay-Z, Beyonce, Dr. Dre, whatever. But what he said, what did he say? Prandaj, I stick to that thing. Yeah. Raw Sugar, qa tha? The bad beat is the right beat. Kur i binte organos, duan që rregullimin, çakit në mund të nxjerrësh kur i bie piano si kur i bie me çekan, jo si kur bën rregullar një piano apo organoje. Çfarë mund të nxjerrësh raw nga ajo? Sa ajo raw është e bukur, like kur i bie tum 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 tum. Po ta shikoni që kanë nxjerr next episode. Is it next episode? It's the famous song with Dr. Dre. It's like, that's it. Dr. Dre come from the kitchen. It's like, that's what I want, man. Stop it. That's my beat. I need that beat. Më duhet ajo beat për këngën time. That's it. Ajo është ajo që dua. Kur i bie gabim, ajo është gjëja më e bukur që del. What you doing wrong, to put it into words. What you doing wrong, it's right. You know what I'm saying? Not that I don't appreciate those stamps that you put in on the wall, like cornisa. Ka ikur koha, prandaj populli bën podcast, ropt bëjnë podcast. Prandaj Stefania, Billy, Richie kanë podcast, just like me, Altin. So, kick in, do it. This guy, but what I'm trying to say, stay organic. Forget those. I don't like ABC. I don't like nothing. It's fun. That's big separation from fun, sharing thoughts, and then CNN bullshit. You know what I'm saying? Sorry for my words. But, to put it into words, I like kur bëj tarator, që bën gruaja ime, i them, e dua, I like t'i shtyp hudrat në atë kupën e drurit. Nuk e bëj me garlic powder, nuk e bëj me plur hudre. Do bëhet me fresh garlic. It's gonna be
jo every fresh garlic po e dua të shtypur në ajo druri dhe për e taratori, në kup druri, edhe me i dorës druri të vogël e shtyp, s'ka qenë më të bukur, like back in the days, si që ka qenë, ose si Uncle Polly, po Uncle Polly, kur e ka bërë Uncle Polly tek Goodfellas, si e bën? I të merr një razor knife dhe i pret ato slice të vogla, slice për të bërë sosën për makaronat. Well, okay, then what I'm trying to say, kur kam hapur, let me make the point. Besides that I did, but I want to make another point. Kur kam hapur kafe në 2007, ku e mora spunton, ku erdhi idea, se you always see, edhe tërkoni, them dhe nuses, dhe me këdo që takohem. I see kur ti hap gojën, unë shikoj kur ti hap gojën, qa del nga goja jote. Ajo që del nga goja jote, it's money for me, është lek. Edhe të gjithë duhet ta shikoj njëri tjetrin në këtë mënyrë. Wait, qa prite, nga cmoj tjetrin prite qa do flasi. Edhe boom, right there, boom, directly. It might be a money for you. You know what I'm saying? It's a chance for life changing. The other guy don't notice, but probably he notice when comes out of your mouth. And then might change his life, because he might create something. Ai mund të krijojë një diçka dhe do t'i ndryshoj jetën, sepse ti thua një gjë pa të keqe, pa kështu, pa ajo është lek për të tjerët. Çfarë dua të them që duhet bëj dhe një pikë tjetër? Kur kam hap kafen në 2017-ën, kur kam hap kafen në 2017-ën, no, 2007-ën, kur kam hap kafen në 2007-ën, spundon e kam marrë nga Yao Coffee and Tea. I did it in Selma. I got all my cousin, and I told I want to do this, and everybody was supportive. Anyway, edhe ati e mora spundon. Por kur unë ty të jap, be clean yourself up, you're not 20 years old anymore. Kur unë ty të jap, të ndes atë pineal gland, syrin e tretë, ta ndes unë, si që ma ndezi e i mua të kafja, ndezi lampën, ajo që ju thash, shiko, ku mund të kesh money, opportunities, okay, it's not same thing, nuk shenjë ta gjë Shqipëri apo Amerikë, po, se kemë shumë opportunities here, po, shikoj tjetrin kur hap gojën, apo qa bën, do you see yourself there doing something? Now, ai ishte, Yao Coffee më hapi mua, gjendrën pineale, syrin e tretë të shikoja, dhe thash, a më në du coffee shop. Na, kur të hap unë ty, gjendrën pineale, syrin e tretë, pranoje, you're not 20 anymore. Like, unë kam 2 vjetë që po punoj për këta, but you don't have a camera. I have 2 years, but I buy a tripod, I buy a computer, I buy a laptop. Where are you? How do you have 2 years? No, man, be a man enough. And say, shiko, thuaj, pi burr, tamam, thuaj, shiko Altin. Ti? Më ke ndez mua syrin e tretë. No, jo se unë nuk isha, se unë jam në gjithë televizionet, dhe më shikojnë që më marrin kështu, po. Ti më ndeze, më hape një dritë tjetër, më ndesa i syri tretë dhe po shikoj gjerat më ndritur, edhe thash, pse mos ta bëj dhe unë këtë. Dhe qa gjeje të keqe ka? Nothing. But you see, you're gonna make people feel good. Be honest, be organic, be okay. Këto janë gjëra se not every person, jo çdo njeri, jo të gjithë njerëzit janë njësoj. Ca e kanë kështu, ca e kanë ashtu. Po ta keni parë tek filmi Troj me Akilin, Akili po stërvitej me Patroklos, me kushurinë e tia dhe vjen Odiseja që t'i kërkonte, vjen Odisias që t'i kërkonte, vjen Odisea t'i kërkonte që të vinte të luftonte me Agamemnonin, luftonin në Troj. Dhe ai thotë, jo nuk vi, thotë, I want the king to fight his own battles, I'm not coming. Dhe dua që ai të luftoj betejat e tij, Agamemnoni, jo unë t'jemi molepsu sepse i ka marrë gruan të vllajt tia, duhet vem na and let them fight, lëri të luftojnë ato tyre, betejat e tyre.
I thot, ai stari Odisea filloi të ngacmonte Patrikles, i tha Akili, qofse ti do të lozësh ato lojrat e tua, lozi me mua. Lëre kushurinë ti më janë. Ai i thot Odisea, i thot, këto janë lodrat, i thot që na ka dhënë ai Zoti i lartë për të lozur ne këto little tricks e kështu. Po këto janë gjëra kur you grow up, kur je 25, okay, po kur je 50, 40, 50, like, man, stand up for yourself, say this, 2 plus 2 makes 4. You're gonna feel clean. You know how clean I feel when I talk everything organic and say everything that I feel, everything, and then I've been like that. I'm sorry, because I don't want to talk about myself, but clean yourself up. I'm gonna keep myself out of this. Clean yourself up. Say, besides that, you're gonna be like, oh my God, when you put in your head in the pillow, you're gonna be like, wow, I did. Forget the money, forget the show, forget what you're doing. You're gonna feel like totally clean. And it's so enjoyable. You got nothing. You're gonna feel good, do ndihesh shumë mirë me veten tënde, pavarësisht të tjerët të skuptojnë apo jo. Po ti vet bëre gjën e duhur. So, të gjitha atyre që do hapin podcaste, mua më keni suportusin e parë, po ju jap garanci që asnjë s'ka për të bërë çfarë bëj unë, jo sepse jam i Zoti, por I got different style on throwing stuff. Dhe everybody, nga ne, të gjithë ne, kemi totalisht tjetër gjë kur paraqesim gjërat. Besides that, përveç kësaj, të gjithë kanë atë bukurinë e tyre. Përveç kësaj, men are storytellers. Are totally storytellers, man. They can tell some stories. Like, if you are a storyteller, even if you, qofse je tregues historie, ti do edhe gazetën të lexosh. You are wonderful. Everybody gonna love. Even you see those guys when no matter how many times they heard that story, or people heard that joke or that story, when they tell them, it's totally different. Everybody's laughing. You know what I'm saying? It's the way how you telling the story. Do I have it? I don't know. People judge me. I have a lot of views. Maybe they love me. I like to hear. But also, Mashani. I love Mashani, man. I love it. S'ka më publicitet të bukur se kur shash. You know what I mean? It's money cannot buy it. Se blen dot leku. Tash qa dua t'i them dhe t'i vë pikën mua bet, qa t'i them ati shoku tim. Be original, man. Be original. Don't get over your head. Mos mendoj gjëra. Jo shoku tim në Shqipëri, shoku tim në Amerikë, këtu që e kam botin. Take it easy, bro. Take it easy. Like, when the moment comes, the God gonna knock in your door, gonna open it, and you open it, and you're online. You are online. Now, I hope I did not forget anything. I did not forget anything, but what else we gonna talk today? Just like I said, I don't know, I don't want to miss anything and saying, but I wish that why create me that I said this stuff? I said this stuff because why I always bother this thing. Më shqetëson. Original, organic. You're gonna beat anything out there. Do godasësh çdo gjë. Organic, you know. Anyway, what we gonna talk? Çfarë do flasim sot? Se kisha një hapje të madhe fare, po kishim crazy episode. I had a lot of thoughts there. Duhet ndaja gjitha ato mendime që kisha, this and that, and çfarë tjetër kemi? Për çfarë flasim? Do flasim për Donald Trumpin, se s'folëm dot. How can we forget? Si mund ta harrojmë presidentin ton? Do flas për Donald Trumpin. Mos harroni këto, shikoj 440 Boston podcast, shikoj the eagle, double-headed eagle, man. Eating in both sides. It's both, I don't want to mention anything. It's both sides. We're proud of that. Now,
do flasim për presidentin Trump që na ka bërë proud. Përse them që na ka bërë proud, po do flasim dhe për P. Diddy. The trial is ending, you know what I mean? The judge is gonna decide his fate. Close arguments from prokuroria nga defense team, and then we're gonna have do kemi deliberation, do kemi vendim këtë javë. Them se këtë javë do mbyllet vendimi. Do shkojmë te pafi, po me presidentin Trump na ka bërë proud, so much proud, po do ju them shumë gjëra. I got a lot of things in my mind, as always. Organic, Altini këtu, 440 Boston. Pse na ka bërë proud? Na ka bërë proud se I tha atyre 36 orë para, do ju godas, I tha. Do ju godas, don't fuck with me, I'm gonna hit you. Dhe për çdo një nga ju, ku dua ta vë pikën, edhe verini këtu është quote I thonë anglisht, ç'a I thonë, citat, I don't know, quote, citat, whatever. This is from me to you, I don't know. Izraeli, put it in your mind, vendoseni në tru dhe mos e hiqni më. Izraeli nuk është shtet, okay, është shtet, po nuk është shtet. Izraeli është bazë amerikane, po e theksoj këtë. Izraeli është bazë amerikane në Middle East, në lindjen e mesme. Izraeli është Amerika. Harrojeni. Whatever Izraeli, për çfarë do lloj gjeje që Izraeli të pyesi, Izraeli do ta marri. Dhe I ka vdek nëna ati muhabeti. Doni t'ju jap një rast. Kur janë bërë order që u prodhua F-35, kur është prodhuar F-35, Amerika, Izraeli I kërkon, duam F-35, whatever, money, no problem, whatever. I'll write them in the book there, how much I owe you. Gjithsesi që bënim Shqipëri kur veni me një mushimet. Write it down there, I'll clean it out in the end of the week. Write it down there, I need F-35s. And what they say, the military and the defense secretary and everybody says like, look, we're gonna make, do të prodhojmë një diçka speciale për ty. F-35I, I thanë. Se no, I need this. We're gonna do, ne do prodhojmë këtë për tyja, sepse, mos tap, ja të ratu një avion në Rusi, ta goditin apo të ranjë në Iran, apo ku ta dim ne. Ata të marin, Rusia e Irani të marin avionin, back inxhinierin ne prodhojmë pas nesër. Ta marri Kina ta prodhojmë për 3 orë. Like, Kina ndërton qytetet tëra për një muaj, jo me një avion, e killi brenda natës, dali me avion nesmen. So, do t'i japim atë, I thanë, F-35I, no andej këtej, dhe I ndap I thanë F-35, I thota do të flas me jaca atje kush janë udhëheqje që ta shumë, jo, saj, dhe në shkroj, F-35 për Izraelin. So, forget about it. Now I'm gonna do couple points. Netanyahu, I don't like it. President Trump came out this morning, he said, doli këtë mëngjes dhe tha, sepse ai ka like 7 pending cases, ka ca çështje gjyqësore të pambyllura, njëra është very important, I'm gonna go in detail some other days. Edhe this morning do futem në detaje ca ditë tjera, next podcast, se si që thash, ky është, jemi akoma teenagers, se episodi 17, qa është me teen, është teenager. Kalojmë një episodin e 20 që të flasim për gjëra akoma më të mëdha. I'm just joking. Edhe presidenti Trump këtë mëngjes tha, në qoftë se ju tha në Izrael gjykata tha bëjnë diçka dhe arrestojnë apo bëjnë diçka me Bibi Netanyahu. I wouldn't check anyway, I'll check it some other days. I wanted to check what was it all about, but if you do, I cut all the fundings for Israel. So Bibi is number one. He said, do not touch Bibi, mos e prekni Bibi, lëre Bibi. Ke parasysh it's closed, this case. Don't touch it, Bibi is gonna go. But what I don't like, that gets my attention too much, and I don't like it. I don't like the thing
kur Izraeli people, ata që janë aty janë special breed, harroj ata, mos I krahaso me këta izraelitët që janë këtu. Na janë special breed. Edhe I don't like when they say we are God sent. Jemi të zgjedhur. We all të zgjedhur. Ne jemi të gjithë të zgjedhur. Nuk janë vetëm ata. We all God chosen. Çdo një nga ne, dhe do bëj këtë citatin tjetër, çdo një nga ne ka një copë Zoti brenda, një copë nga God. Këtë nuk e kam thënë unë. E kam dëgjuar te podcasti me Joe Rogan, maybe ka qenë një vit të shkuar. Një vit të shkuar ka qenë, ka në një vit, maybe 8-9 months. Ka qenë Terence Howard I ftuar dhe ka thënë, çdo një nga ne, kur approachin someone, kur I afrohesh një shoku apo një kudo që je familje, çdo një nga ne ka një copë Zoti brenda tij. Kështu që ata nuk janë njerëz të zgjedhur, po kam I back to the quote. Vi prapë te kuota, çdo një nga ne ka një copë Zoti brenda tij. Çfarë ka shtuar ky aktori që thash, I just forgot his name, Terence Howard, çfarë ka shtuar, you make sure you show it first. Bëj kujdes që kur takon dikë, ti tregoj atë copë të Zotit më përpara. Bëu mikpritës, bëu ftojnë atë mirësinë tënde. You know what I'm saying? E keni parasysh, e kapni vëra çfarë po përpiqem të them, është very, very komplot. Prandaj, nuk është populli I zgjedhur Izraeli. Ne jemi të gjithë njerëzit e kësaj toke janë të zgjedhur. Janë të gjithë të zgjedhur. Dhe jetoje jetën. Jeto the dream. It's beautiful. You know what I'm saying? And then the next thing, që Irani t'ju tregoj një gjë se kam pas kontakte me iranian tërkohën. Ka shumë. California is crazy. Sometime I watch that show, not Reza Pahlavi, ai është çuni I shmbretit. Reza ku është? The Shah of Sunset, the show dhe bëjnë në New York, but anyway, në California. But anyway, çfarë doja të thoshja? Me iranianët që kanë folur. Çfarë më kanë thënë? Më kanë thënë Altin. Nuk është problemi se we don't love America. We love it so much, that's why we here. It's land opportunity, land of the dreams. We love everything. Everything. Ka some bullshit stuff, but doesn't affect you much. But 98% everything is beautiful. You know what I mean? And it's wonderful to raise a family in a free country. What we don't like and what those Iranian doesn't like there, he said. What those Iranian doesn't like there. They don't like America is 200 years old. Është 200 vjeçe. 250 vjeçe do bëj tash në 4th of July. Happy birthday to America. I wish to do that in the end, but I'm going to do it now because I don't want to forget. We're going to have an amazing, that I'm going to enjoy it in my backyard, amazing party. And then happy birthday to America. But going back there, America is 250 years old, he said. We are 5,000 years old. We are Persian Empire. Kemi sa që ka Amerika që ka lindur, ne kemi 250 vjetë që s'kemi atakur as një country tjetër. Na kanë ataku, për not ne. Jo ne. S'kemi sulmuar as një, kemi 250 vjetë pa sulmuar njëri. We are the Persian Empire. Is the place where all the humans started. Now it's like he said to me, quote me on this, like, he said to me, it's like a little baby just born and he was teaching her mother or her father how to live the life. Leave the people there, man. Leave the people there. My opinion, leave them there. Don't sit on the table. Don't create a nuclear program. Mos krijo nukleare program. No, sepse ti je kthyer në një shtet radikal. Nuk mund të bësh në ato gjëra. Ke pas dy hjesht tërkohën në survejim. That's why America said don't fuck with us. We're not fucking with you. Come and sit. Now, eventually they're gonna sit, but that was the point. The other thing is, but I wanna
mention that again. Make the point here. We cannot let a baby, 1-year-old baby, tell a 50-year-old father or mother what to do. You know what I mean? Do you let your baby, 1-year-old baby, for example, or 5-year-old, 6 years old, to tell you what to do when you're 50 and 60? Forget about it. They learn from you. They've been there for 5,000 years. They're still there. They didn't go anywhere. It's an old empire. America is a new empire, which we all contribute to build it, and we love being here. Land of the brave, land of opportunities, land of free. Anyway, what else I'm gonna say? And then we're gonna stop. Let's start now. What I'm gonna talk a little bit about what happened that night. Në mbrëmjen e 21 qershor 2025, Air Force sa bombardues u dërguan 7 bombardues B-2 stealth nga Whiteman AFB Missouri, duke kryer një mision 37 orësh pa ndërprerje me saktësi shumë të lartë ndaj 3 objekteve bërthamore iraniane. Dhe u nisën edhe 2 u lëvizën Aguam. Aguam is like a large before on top of the poshtë në Hawaii, Honolulu edhe mbi Australi. Jo u nisën direkt që andeja filluan lëvizjet, you know what I mean, dhe u bombarduan. Po pa 30 në një mision dhe krye një mision 37 orë pa ndërprerje, me një saktësi shumë të lartë ndaj 3 objekteve bërthamore iraniane, Fordo, Natanz dhe Estefan. Bombarduesit hodhën 14 bomba. Më mbrapa do hymë se sa ka kushtuar i tërë operacioni, I'm gonna give you, dhe sa kushton të trajnohesh në këta avion. Excuse me, trajnimi në këta avion është me ishtrenit. I'm gonna give you numbers. Okay, beside, përveç këtyre u hodhën bombarduesit, u hodhën 14 bomba, bunker busters, plus raketa Tomahawk nga një nëndece. Probably nëndecja ka qenë në gjirin persik. Strategjia mbështetje në steganografi elektronike, simulime fluturimesh mbi paqësor si shmangje. Mbështetje nga F-35, F-22. I want to mention F-22. F-22. It's more advanced aircraft ever been built in the world. It's crazy. It's crazy. F-22, man. Check F-22 in the videos when they do that vector thrust. Oh my God, it's speechless. Tani teknologjia dhe efektivitet, ju flas për teknologji dhe efektivitet. B-2 mund të depërtoj pa u parë nga radaret iranian, edhe jo vetëm. Sistemi i tyre mbrojtës nuk e identifikoi avionët fare. Bombat GBU-57 MOP janë krijuar për të shkatruar objekte shumë të fortifikuara deri në 200 metra shkëm dhe beton të betonuar, por mos harroni që iraniani prodhon konkrin, Irani prodhon betonin, se i them konkret, betonin më të fortë, ndër më të fortët në botë, kanë beton crazy, aty ku kanë mbyllur ato qena. Si gjë qoftë, vlerësimet fillestare të inteligjencës amerikane sugjerojnë se me gjithë dëmtimet, programi bërthamor iranian mund të ketë marrë kohë për i fillim. Goditja ndolua vetëm për disa muaj. Do ulen në bisedime, do flasin se janë shkatruar, po jo, ata thonë jo 100%. Anyway, tashi do flasim për reagimin iranian. Reagimi iranian dhe konteksti global. Irani i quajti sulme shkelje serioze të ligjit ndërkombëtar dhe vendosi mbrojtje të rrepta ajrore duke kërcënuar me goditje balistike ndaj bazave amerikane në Katar, Irak dhe rajon. Goditi në Katar, po prandaj doli të nesërmen presidenti Trump, prandaj doli të nesërmen presidenti Trump që në mëngjes dhe tha faleminderit qeverisë iraniane që na informoi në kohë para se të godiste. Se edhe Trump i informoi për 36 ora u hit you. I'm gonna fuck you up, man. But I'm right there, you know, and it's straight up. Në fjalën zyrtare, Irani tha se kishte përdorur mbi emërtimin një raket për çdo bombë që SBA hodhi. Hodhën ata në një bazë shumë
një nga bazat më mëdhaja në Katar, në Middle East që është atje, hodhen edhe po lajmëruan si thash më përpara dhe s'pati dëme. Pse Amerika përdori B2, po dua t'ju jap disa gjëra për B2-shin. B2-shi drivet drive-in pilotojnë dy pilot dhe B2-shi është nga të vetmët avion luftarak që ka banjo brenda dhe ka krevat për të fjetur, se nga rruga e madhe që bën 37 orë ka karburant që të drajvi me një fillim, të fluturoj me një mbushje serbatori me karburant 11.000 kilometra. Në rrezik të bjeri botës anë e marë. Sa është diku aty 7.000, 8.000 milje, 8.628, can go, like whole, nuk vete do të round, po anyway. Pse B2 dhe pse tani është mjeti vetëm me aftësinë për të goditur objekte bërthamore shumë të thella pa ndëshkim, avion me radar shumë të reduktuar, tankera për furnizim dhe koordinim me forcat izraelite. Zgjedhja bëri të mundur bombardimet pa u kapur, duke dërguar dhe një sinjal psikologjik, check this out, kontrolloj këtë, ndaj Iranit dhe rivalëve të tjerë si Kina dhe Rusia. That means like I can come to you and every time, every day that you can fucking see me what I'm doing. You know, forget about it. Termi që përdorni, B2 bomber retake, sugjeron se nëse Irani rikthehet çfarë vendosën? Vendosën që B2 bomber retake, nëse Irani rikthehet aktivitetit në objektet bërthamore, kjo do tregon se SBA bashkë me Izraeli mund të kryejë goditje të reja me B2 ose mjete të tjera. Zgjidhja e mundshme për këtë ballafaqim, ndryshim politik apo diplomatik, vendosje të kufizime të reja ose zgjerim konfliktin në varësi të reagimit iranian. Kur ndodhi kjo? Tash duhet t'ju them një gjë që nëse ka kohë më të mirë, kur ka luftë, duhet ta dini gjithmonë tërkohën, kur ka luftë, say like Israeli fighting Iran, të gjithë populli gjithmonë bëhet kompakt, krijohet, bëhet një me qeverin. I like you, të pëlqej, s'të pëlqej, we all together. Ke konflikt me somebody outside, ke konflikt me komshiun andej, pavarësisht se amze me gruan me kalamajt, kështu do mbroj familjen time nga komshiu, se po jemi me komshiun, jemi të gjithë kundra komshiut. Punët tona të brendshme këtu janë punët tona të brendshme. Po kur na sulmon ai komshiu Riçi, po na sulmoi Riçi. I don't know, his name is not Riçi, but I'm just saying. Po na sulmoi Riçi, we all together jemi të gjithë bashkë kundra Riçit. Po kur jemi këtu dhe everything is alright, do sheshojmë problemet tona. Tani çfarë dua të them, është rasti më i mirë. Është rasti më i mirë për popullin e Iranit, now që everything is put to hold, is ceasefire, ka pushim zjarri, që janë më e mirë që të ngrihen, po duan ndryshim qeverie, në qoftë se ata duan ndryshim të qeverisë. Kur ndodhi? 21 dhe 22 qershor. Në 22 qershor 2025, mision pa ndërprerje 37 orësh. Çfarë u arrit? Dëmtime serioze, por programi mbyllet vetëm për muaj. Përse? Teknologji unike për depërtim ajror plus efekt psikologjik. Tashi do ju jap një diçka shumë të bukur që I liked it when, you know, I was trying to create and some info, you know what I mean? Më pëlqen që ta inkludja edhe këtë në rrëfimin tim të soqëm. Tashi do ju jap ca specifika, sa kushton trajnimi i pilotëve luftarak amerikan. Për këta gjujca, F-22, F-35 and B-2, trajnimi i piloti luftarak amerikan është jashtëzakonisht i kushtueshëm për shkak të teknologjisë së lartë, orëve të fluturimit dhe specializimit. Janë një përmbledhje që do ju jap tani sipas çdo avioni. Kostoja mesatare për trajnim të plot në 2025. Lloji pilotit. Avioni kryesor, kosto totale për trajnim. Piloti i forcave ajrore. USAF, F-16, F-22, F-35, 10 to 12, 10 deri në 12 milion dollar. Vetëm trajnimi i pilotit kushton nga 10 deri në 12 milion dollar. Ta harroj Shqipëria nuk bën dot trajnimin, jo më të bëj
Shqipëria nuk bën dot trajnimin. Shqipëria jonë e dashur, jo më të blej avionin, forget about it, man. Me karrocën e 2 lit aty, you all set. But anyway, we will love Albania to see better, but këto janë ca shifra. Piloti Marinës US Navy, FA-18, F-35C, kushton trajnimi pilotit nga 9 deri 11 milion dollar. Piloti i B2 që ishte në sulm dhe piloti i B21 Raider, këta kushtojnë më shumë, nga 14 deri në 17 milion dollar. Piloti i dronëve MQ-9 Reaper kushton nga 2 deri në 3 milion dollar. Tash çfarë përfshihen në këtë kosto? Përfshihen në këtë kosto shkolla fillestare 1 deri në 2 vjet, fluturime me T6 Texan 2, T38 Talon ose T7 Red Hawk dhe stërvitje me stimulues realistik nëse e keni parë në për filma që futen nëpër ato kupolat kështu edhe duket sikur me tërmend po ngasin avionin, janë very like, man, I'm telling you, look like you can shit your pants. Janë really true, like you look like you driving the airplane. How do I know that? Kur isha në, si e di unë këtë, s'ka të bëj me avion, but can you imagine, because they're high tech ones. Those domes when you enter that you're doing the simulus realistic stërvitje të tillë kur kam qenë në në Disney World, Kissimmee, Florida. Jemi futur, kemi ndajnë në linjë 2 ore ca. Për të futur ishte bërë një shpenzim nga 750 milion, 1 bilion dollar për këto stimulus të dukej, për stimulimet, dukej sikur po ngisje, sikur ishte në Avatar movie, për gjithë ata që do ven atje dhe ven në Disney World, please don't go, është fjalë e fundit, high tech is like crazy. Go drive the motor, the scooter there. You're gonna think you passing the waves, you are the one that riding that animal, you know, in that ngjeta të kafshën të turuse is like amazing, look like me të gjithmonë you put driving that. Anyway, qindra orë fluturime, certifikime taktike dhe trajnim me armë, ushtrime ndërkombëtare dhe red flag në Nevada ose Alaska. Shembull konkret, trajnimi i një piloti të F-35 në Luke AFB ose Anglin AFB kushton rreth 11 milion, sepse një orë fluturimi me F-35 kushton mbi 42.000 dollar ora, vetëm për mirëmbajtje dhe karburant, 42.000 dollar ora. Arsyeja pse kanë kaq kosto të lartë? Çfarë është arsyeja e kostos të lartë? Rreziku i lartë dhe përgjegjësia. Është teknologji, kanë teknologji shumë të avancuar, kanë radar, armë inteligjente. Kohëzgjatja e trajnimit është mbi 2-3 vjet. Vështirësia në përzgjedhje vetëm 1 në 10 aplikant pranohet dhe diplomohet. Tani do ju tregoj sa kushtoi i gjithë operacioni. Stay with me a little bit. It's gonna be short because we're gonna start with Puffy's trial. P. Diddy's trial. Po dua kisha qef t'ju tregoja se është very amazing. Sa kushtoi i gjithë operacioni. Isha kurioz për veten time dhe thash se mos ta ndaj edhe me ju gjithë operacionin se sa kushtoi. Më lini këtu se e kam nxjerr në Okej, një sekond. Okay, I got it. I asked ChatGPT AI overview. Based on recent information, i bazuar në informatat e sakta tashi. US Military Operation, operacioni i ushtarak që me B2 stealth bombers që goditën në Iran's nuclear facilities in June 2025 had significant cost associated with this one. Cost, I'm going to give you cost breakdown. 7 B2, përdorën 7 B2 aviona. Çdo një nga ata kushton 2.1 bilion dollar. Total shifra e avionëve
7 avionit që umplikuan atje ishte 14.7 bilion dollar. 14.7 bilion dollar fluturuan në Iran. Don't you get it? E kap apo jo? Të operacioni kushtoi për një orë. Një orë operacioni kushtoi 130.000 të 150.000 dollar. Since ata, me që se e kishin round trip flight dhe ndë një 37 orë lartë, të gjitha estimati i të gjitha sa kushtoi gjithë operacioni ishte 16.83 milion vetëm në orë. Tani sa kushtojnë këto bunker buster bombs? Asnjëri si ka këto bunker buster bombs, only America has it. Ata hodhën 14 buster bombs, të cilat njihen si GBU 57. Këto bomba kushtojnë 5 milion një. Kushtuan, domethënë 70 milion vetëm bombat. Sepse u hodhën 14 copë. Më shumë se 125 US aircraft morën pjesë në mision, including fighters, tankers, surveillance aircraft and support crews. So, Tomahawk missiles and everything, submarines, each Tomahawk missile, çdo gjë nga këto raketa Tomahawk kushton 2.4 milion. Oh my god, So do ju jap të gjithë kostin sa kushtoi e gjitha sulmi, vetëm qa we drop there, qa hodhëm atje me gjithë karburante, pilotat, pay and everything, gjithë circle around, 120 milion dollar brenda një nate, 120 milion. Ta lumë Amerikë, kjo është Amerika, vëlla, kur them unë këtu, don't pass, mos e kalo kufirin, that's it, stop right there, don't fuck with me. Anyway, tjetër, qa doja të thoshja tjetër, kam qenë Trumpi të nesme, një pat video në gjithë, Trumpin pat, Trumpin ku doli next morning, sepse a I vendosi ceasefire, he shut off the war, tha, pace, tha, dhe do vendosim pace që t'ulemi në bisedime. Dhe Irani Izraeli nuk e respektoi, brenda natës vum paqen, e theu ceasefire. Dhe Trumpi got really mad, I natos jashtë mase, kaloi çdo kufi, qofse gjithë e keni parat videon, I did have time to put it on, but he said like, but I'm gonna tell you what that reminds me. He said like, Irani e sulmoi dhe Irani gjithashtu. I tha, I don't know what the fuck they did, but I'm not fucking happy. Do you understand me? I'm not fucking happy. The last time that somebody dropped the half bomb like that, like fucking happy, was Biden. He used it once, but probably he didn't know what he was doing. Anyway, President Trump was really mad that morning. He was jumping on his helicopter at White House, going to Andrews Air Force Base, I think, to jump on the Air Force One, go to Netherlands, for the NATO meeting in Hague. Yeah, that's what it is. In the Netherlands, in Hague he was, yeah. Anyway, but what I like the most, and that reminded me when he said like, we got two countries here fighting for so long, what the fuck is wrong with them? You know what I mean? I don't fucking understand it. You understand me what I'm saying? I don't fucking understand it. He said, I'm sorry for my words. And then he left. Do you know what that remind me? In a split of a nanosecond. Në një nanosecond qa më rikujtoj filmi Casino. E kam postuar në atë në Facebook. Check it out, the clip from filmi Casino. Direkt sa pash Trumpi, se I always, gjithmonë e kam compared him with Joe Pesci. The style of the hair, the way he talks, you know what I mean? Like a mob guy. I really loved it. And then remind me Joe Pesci kur do ta konte Nicky Santoro tek filmi Casino. Do ta konte Sam Rothstein, one of the greatest actors
Oh God, Robert De Niro. Robert De Niro, and he said to Robert De Niro after, po ta shikojni nga minuta 2:28 që e kam hedhur në Facebook deri kur mbaron, is like, uh, every wise guy, because of me, he said, because of me, you are good right now, because if it wasn't for me, everyone out there gonna have a piece of your ass, he said, you know what I mean? But the way that he said it, it's like, man, it's world winning. And it's like, compare like Trump telling Israel, without me, you can do shit out there. It's America, then it's Israel. But just like I want to remind you, it's, I don't want to play it here, man. I can put it. It's like, let me check it in Facebook. Let me check it in Facebook, but I don't want to play it, I hope, because they said to me, if you post it again, we're going to cancel it, they said. What I got it here, man, that was wonderful, beautiful, but I can't play it right now anyway. But that's what reminded me. Now, where we gonna go? We done with President Trump. No, I want to mention that was funny part was when he went to NATO's meeting and the chief of NATO said, the chef in NATO said, like, we got daddy here, and then he put on social truth, he put media, he put was that social truth? He put it out there somewhere. He put it on the I don't know what I have here. Mark Rutte, he texted Mark Rutte for Trump. NATO guy, Secretary of NATO. He called them Big Daddy. Like, you came here, and then guess what? He said, Gjejeqa, I kemi të gjitha sign up se NATO tash të gjitha vendet anëtare të pagojnë 5% të GDP-s. They thought Big Daddy is here, and the Big Daddy, when he do something, he does it. He don't care about anybody else. And I guarantee you, he said, Big Daddy, everybody signed that paper for 5% down from their own GDP to support NATO. And then he called them Big Daddy, and Yinga reporters, he was laughing. Like, we are your kids, kinda, you know what I mean? You are the Big Daddy, you take big actions, you put the foot down, you know? America, put the foot down. You know, when come on port, that's it, këtu. That's your limit. And then besides that, somebody asked me in the press conference, dikush e pyeti në një press conference që po bëj after kësaj që ai e kolli Big Daddy. I tha, si u ndjeve kur të kolli Big Daddy Trump? I was going to return him the favor or something. He mentioned something, but I was like, Secretary of State, Secretary Shtetit ishte on the back, Marco Rubio. Man, he was laughing his ass off, man. He was like, really, leave us alone, man. Don't go too far on this. But that was very beautiful. If you didn't see it, go check it out. It was one of those most amazing things that I ever saw, you know. How do you feel? Like, why he called you Big Daddy? Why he did? I was like, oh my God. He was like laughing. He couldn't hold it, man. Trump too. But anyway, let's close this. We have a good time with Trump. Now we're going to Daddy's trial. Gjyqin e P. Daddy. Gjyqin e P. Daddy e kam diskutuar shumë përpara, kam bërë emision, kam bërë një episod, për se thash emision, kam bërë një episod për Puff Daddy. Shumë të thelluar për të treguar. Tashi kemi ardhur në javën e fundit të P. Daddyt dhe do jepet verdikti next week, maybe by Thursday, Friday. I think it might be pushed, but I think it's gonna be next Thursday, Friday. Tani, prokuroria, çfarë pretendon prokuroria, sepse they closed arguments, they thanë të gjitha çfarë kishin, this is this, this is that, kërkuan burgim të përjetshëm për Puffin. Dhe çfarë pretendon prokuroria? Prokuroria Kristi Slavik e përshkroi Didin t'ju jap ca details. Didin si udhëheqës i një organizate kriminale i cili përdorte pasurinë, famën dhe rrethin e tij për të kryer
trafikim seksual, punë të detyruar, shpërndarje droge, rrëmbim dhe forma të tjera dhune. Në thelb të akuzave ishin dëshmi rrënqese nga ishe dashur e tij Kesi Cassandra Ventura dhe një grua tjetër që u identifikua si Jane Doe. Ato përshkruan festa të quajtura freak off, siç e kemi folur dhe në episodin e më përpara, por do shkoj, I'm not gonna go deep, just a little bit, give you some info for David, ku deri dyshohet se detyronte të quajtura freak offs, ku deri dyshohet se detyronte gratë të kryenin marrëdhënie seksuale me burra të tjerë, shpesh në ndikimin e drogës dhe regjistruar në video. Prokuroria tha se mjafton një rast transportimi apo manipulimi për prostitucion për të provuar fajësinë. Disa akuza sekondare si rrëmbim, zjarrvënie dhe ndihmë në trafikim u turhoqën për të përqendruar fokusin tek akuzat kryesore. Traffic, that's what the feds do usually, they have kanë shumë pista, you know what I mean, and then kur e shikojnë që këtu nuk kanë gjë, në 3-4 pika nuk kanë gjë, edhe këte kanë më shumë thoughts, edhe kanë më shumë not info, kanë më shumë details, edhe kanë më shumë çfarë quhet ai llafi kur më vit tash. Anyway, kur e shikojnë që kanë tek këto kanë më shumë interest, se kanë më shumë my god, it's not coming. Not info, kanë më shumë details dhe ka fakte, kanë më shumë fakte për to, atëhere ata i zbresin disa dhe mbajnë këto ku janë më shumë të besueshme. E kjo që mund të succeedin, mund të godasin me ato. Trafikim përqendruar fokusin tek akuzat kryesore, si trafikim seksual, komplot kriminal RICO, transport për prostitucion për te kufive shtetëror. Prokurorët i bën thirrje jurist me fjalët: është koha për drejtësi. Ai e përdori fuqinë dhe frikën për të heshtur viktimat. Kjo ishte këtë javë që kaluam. Tani si u përgjigj mbrojtja, se si thash këtë javë që vjen është verdikti. Si u mbrojt Diri? Avokati Mark Anfilio, ata I thanë Didi, do të testify too, no, like, no, sometimes it's better for whatever it is, because some words might spill out, and then they say, ata mund të thonë, hold on, let me see this one, and you can you end up incriminating yourself, edhe vete në telashe, kështu që më mirë tha, nuk flas fare. Tani, mbrojtja, si u mbrojt Diri? Avokati Mark Anfilio tha se ky ishte një gjyq I rrem dhe se prokuroria kishte përzierë jetën personale të Combs me akuza penale pa baza. Ai e pranoi që Didi kishte pasur sjellje të ashpra në lidhje intime, por theksoi se kjo nuk e bën atë trafikant apo udhëheqës të ndonjë bande kriminale. Ai sumoi besueshmërinë e viktimave. Casey kishte marrë $20 milion në një marrëveshje civile. Jane kishte përfituar strehim me dhe ndihmë ligjore. Avokati e përshkroi jetën e Didit si një botë me drogë dhe marrëdhënie konsensuale me të rritur, jo si një organizatë kriminale. Ai u drejtua jurist me fjalët: ai është I pafajshëm. Ktheheni tek familja e tij. Okej, tani çfarë pritet tani? Po çfarë dua të them? Dua të them në qoftë se to give my opinion? Yes, I want to give my opinion. Like, what holds you there, those girls? Kush I çon këto vajza që mbajnë atje për 10 vjet? Get out. Shikoj jetën tënde. Get out of there. Pa you keep pushing them, not like this, not like that. Just get out of there. Just get out. What are you doing for 10 years? Është si mua beti asaja. O, tha jo, atë shqiptari në Greqi, vete gruaja në shtëpi, se u bë mua vete për treguar Barsalet, vete gruaja në shtëpi, ai lajmërojnë policia I greku, se s'po I vinte gruaja në shtëpi. Vjen ajo në shtëpi pas 2 ditësh, I thotë shoqit, burro, po ku je, I tha I se kam lajmëruar të dynjan. E ka thënë, nuk e di Kosta Kamberin, duket e ka thënë, tek stradë Tiranës, ku je, I tha I shoqja I greku, se ka lajmëruar gjithë dynjani, tha I, edhe policiet gjitha, lëre, burr, tha, se ai ndihmësi I shqiptarit që kishin këtu, tha, më rrëmbeu, tha, edhe më rrëmbeu dhe më ka përdonuar për 3 ditë me radhë, tha. Pa vash, më fal për
Pa vash më qa më ka bërë ai mu, pa vash më i thaj se ti 2 ditë keq ke ikur, thaj, që është ti 3 ditë, thaj, po do vete prapë sonde unë, thaj. Like, can you get it? Like, what are you doing 10 years there? Hika unë kam 3 ditë që më ka punuar shqiptari, kam 3 ditë më ka përdonuar. Po dale i thaj zhoqi se ti 2 ditë keq ke ikur, i thaj. Po do vete prapë sonde unë, thaj. Kjo është e muhabeti që I don't believe me personally the guy is ruthless. Everybody should stay away. Të gjithë duhet jenë larg. Po edhe këto janë të implikuara në të. Kanë dashur famën, lekun, everything, the lavish life e çdo gjë. Janë të implikuara 20 apo 30%, they still there. Çfarë pritet tani? Pas deklaratave përmbyllëse, Juria ka nisur diskutime për vendimin më 30 qershor 2025. Diti përballet me deri në burgim të përjetshëm nëse shpallet fajtor për ndonjë nga 5 akuzat. Për ndonjë, në qoftë se shpallet fajtor për një nga 5 akuzat, për një, dënohet me burgim të përjetshëm. Ekspertët ligjor thonë se akuza për transportim për prostitucion është më e forta, pasi ka dëshmi që gratë janë udhëtuar me dijeni për qëllime seksuale. Ja çfarë u zbuluar në gjyqin e Sean Diddy.com, përkatësisht mesazhet me ish asistenten e tij Capricorn Clark. Nëse është kjo që doje kur thua Puff Daddy tekst, në qoftë se do themi që çfarë teksti ai me Capricornin, ja t'ju jap mesazhet dhe bëni vetë zgjidhjet. Mesazhet me Capricorn Clark. Gjatë deklaratës në gjykat, avokati i mbrojtës Mark Antilio i nxori një mesazh tekst që Capricorni kishte dërguar Dedit në qershor 2021 ku shkruante I had the biggest crush on you. I had the biggest crush on you është like më ka godit vetima, si është e Kupidi, më ka godit vetima me ty, I love you and that's it, honey. Ti dhe Perëndia, s'ka tjetër. Ajo vetë u shpreh se nuk e mbante mend dërgimin e mesazhit, po pranoi se kishte shumë simpati ndaj tij si shoqe. Ky mesazh u përdor nga mbrojtja për treguar se pavarësisht nga tensionit ose abuzimet e pretenduara, kishte ende një lidhje emocionale dhe respekt ndaj tij. Tani si interpretohet në gjykat, perspektiva, interpretim, mbrojtja, ky mesazh tregon se kishte elemente konsensuali, emotional dhe se Capricorn nuk veponte vetëm për frikë apo manipulim. Prokuroria përmend që ajo nuk e kishte kujtuar mesazhin, por e pranoi. Pra, mund të ishte një pjesë e lidhjes emocionale që zgjati pavarësisht manipulimeve. Pra, trauma bond. Ky ishte vetëm një nga mesazhet që mbrojtja nxori në duke për të ndërtuar narrativën se teza e saj nuk qëndron vetëm mbi frikën apo detyrimin. Tani do të flasim çik për mesazhet dhe komunikimet kyçe që prokuroria përdori në gjyqin e Sean Diddy.com për të ndërtuar rastin e trafikimit seksual, abuzimit dhe komplotit kriminal. 1. Mesazhe për organizim të freak-offs me eskort mashkullore. Hey, thot ajo në mesazh, in New York City have an payment for after midnight? Pyet, një mesazh nga Combs drejtuar një shërbimi eskortash në New York City, duke kërkuar argëtim pas mesnate. Më pas, ai përgjigj, will be there, do të vim atje se e lan takimin, will be there in 10 minutes with the cash. Do jemi aty për 10 minuta me cash. Ja kthen Jane, okay, great. Jane do. Room 508, hajde i thot tek room 508, do you have a key, ke zë? Këto mesazhe o pa nga Juria si pjesë e logjistikës së ndjekjes së eskortave. Një audio unë transkriptua ku Dedi thoshte, there's no more baby oil, janë kapur, për përgatitjen e dhomës për aktin seksual. Tani kishte edhe faktura dhe faturime për hotele dhe udhëtime, gjendje shpenzimesh nga American Express dhe faturime nga Trump International Hotel, shuma $2,500, like in total, në shtator të vitit 2023, treguan pagesa për futurime, taksi, dhomë hoteli dhe shpenzime nga Wild King Nice. Në disa raste u shfaqen rrjedhorat pagesave edhe në emër të Jane dhe eskortave që udhëtonin për këtë qëllim. Treta është mesazhet e emocionit dominimi ndaj Casey Ventura. Në mars të 2017, Casey Ventura i shkruan,
You beat my head, I just don't wanna beat down for being defiant. Dhe deri përgjigjet, you flipping on me for what? Tani këto kur thua mesazhe you don't know se qa tingulli I fut mesazhit. It depends how you read it, like what tone of voice you into it. I always say that. But that's what is going on with Daddy. Ke dhe tekste janë dhe sa tekste në 2017. If I knew, he said, if I said no to in New York, that would have been a problem. You treat me like a hooker, to be honest. Ka shumë tekste, por çfarë po bën gjykata? Çfarë po bën? Ata duan ti managjojnë tekstet, çfarë po bën gjykatësia dhe prokuroria. Çfarë po bën prokuroria? Po mundohet ti bashkoj të krijojnë të bashkoj tekstet me videot. You know what I'm saying? To see where they at, that they match what they have. Excuse me. And then they go from there. You know what I'm saying? I got videos of Puffy's here. I got Daddy in court here. Këtu ishte ajo Daddy in court here. Daddy with his lawyer Mark Anfilio. Edhe cili ishte interpretimi prokurorisë? Siç ju thash, këto mesazhe tregojnë se Komb përdorte pasurinë dhe pushtetin për të organizuar, financuar dhe kontrolluar aktet seksuale së bashku me eskorta dhe organizime të hoteles përmes stafit të tij që mbështetste argumentin e komplotit kriminal. Mesazhet e dhunës ndaj kesit përforcojnë interpretimin se kishte një model dominimi dhe abuzimi dhe nuk bëhej fjalë për marrëdhënie. Si përdori mbrojtja mesazhet për mbrojtur Daddy? Mbrojtja u përpoq të tregojë se marrëdhëniet ishin konsensuale me dashuri apo ndjenja reciproke. Viktimat kishin vazhduar të komunikonin me Didin në mënyrë miqësore apo dashamirëse. Kishte shumë shembull konkret nga mbrojtja mbi Capricorn Clark, I shkroi në 2021, I had the big, just like I said, I had the biggest crush on you. Këto përdorën për treguar ndjenja fiksionit të vazhdueshëm, jo frikë. Casey Ventura I shkroi pa një episod I dhunë I love you, I know you're trying. Like tu më të dua shumë e di që ti po provon, po përpiqesh të bëhet më I mirë apo. Por ta tha se kjo është provë ndjenjaje të ndërsjellta, jo marrëdhënie detyruese. Tani çfarë do, ka shumë gjëra, we can go deep and we never gonna get done with this. But I'm going like getting close to closing everything. Now, çfarë do thoshja? Everything says jury of 12. Përveç gjykatës atje në që është në qenë këtë jury of 12. Çfarë është? Po do ju jap çfarë t'ju jap një si interpretojnë tani këto mesazhet që tha Puffy, por nuk si interpretojnë, se s'dua ta skip këtë sken, si interpretojnë sipas ligjit federal të SHGA-vit. Trafiki seksual ndodh edhe kur personi teorikisht pranon nëse ai ose ajo ndodhet në kontroll emocional, varet nga drogë, strehim ose para, apo ka frikë nga dhuna fizike. Tashi, çfarë thot ligji për këto gjëra? Nuk është mbrojtje nëse ai është marrë përmes manipulimit, presionit, varësisë ose frikës. Komunikimi pas aktit nuk anullon aktin kriminal. Po tani duhet keni, siç ja thash, se duhet kaloj, duhet zgjatem, se it's gonna go and nobody gonna watch us if we go for 2 hours, po nëse vazhdojmë për 2 orë. Po çfarë dua të them? Është jury of 12. Çfarë është jury of 12? Janë 12 veta, gjithmonë kur je Amerikani sign atje në papers, çdo individual sign on papers are they available, they have to be, it's your duty, duhet jesh pa tjetër available, se ke hedhur firm, edhe kur bëhesh Amerikan që je available për gjyqin.
që je vellë për të shkuar në gjyq dhe je pa pagesë. Nuk e di, më duket se je paguesh me $50 dita, por në qoftë se ti nuk ja del dosje, për shembull gjyqi Pafi vazhdon një muaj. Gjyqi vazhdon një muaj dhe ata nuk janë në gjendje të pagojnë, kanë morgjiçin, ka billa dhe mund të kërkosh, xhaxhi thua nuk jam në gjendje të bëj këto gjitha pagesa, mund të më ndrosh se ka kjo quhet hang jury në Amerikë. Dhe çfarë ndodh? Çfarë ndodh nëse ke hang jury? Nëse në rastin ndaj Sean Diddy Combs, në këto rast penal në SBA, juria nuk arrin të marrë një vendim unanim, atëherë kemi një situatë që quhet hang jury. Në Shqip do me thënë juri e bllokuar. Çfarë është një hang jury? Ajo që po t'tregoja, po doja u tregoj më specifike. Do të thotë që juria nuk arrin të marrë një vendim unanim për fajësinë ose pa fajësinë. Do me thënë qa do Pafi? Ke atje ullur 12 veta, një nga ata, të say nos ma mbush mendjen which Pafi ti është tërhequr vëmendja se ka pasaj kontakt me një nga xhurës që ti nuk duhet ta bësh atë kontaktin me sy nga ata dhe bëri sikur like what the hell like they talking about dhe ai xhuri se duke e influencon ju tërhoq vëmendja nga gjykatësia kryesore që ishte don't do it again se I'm gonna throw you out dhe mos e bëj më se do të më nxjerr për jashtë do ta shty seancën. Edhe everything when fine. But you cannot have contact with eye contacts, mund bësh kontakt me sy, është veri, po çfarë duhet t'ju them? Një nga ata, Pafi want just one guy or lady. Një nga ata guys to say, I don't think is është i fajshëm, that's done. You know what I'm saying? Tashi çfarë do të thot hang jury që t'ja u jap në ditë të zot, sot që juria nuk arrin të marrë një vendim unanim për fajësi ose pa fajësi. Nëse një gjyq penal federal vendimi duhet të jetë 100% unanim, nëse edhe një antar i nuk vajtohet, procesi është i pavlefshëm. Çfarë ndodh pas një hang jury? Gjykatësi shpall mistrial, gjyq i pavlefshëm. Gjyqi përfundon pa një vendim dhe pavlefshëm për momentin. Opsion, tashi rivendos gjyqin, bëhet retrial, mund të nisi një proces të ri me një juri të re. Nëse po Pafi deli pa fajshëm, Pafi deli jashtë dhe gjykohet në gjendje të lirë, pasi ata ta thresin prap për gjyq. Në qoftë se kanë prova të mjaftueshme ose bën marrëveshje me të panderurin, mund të negociojë një plea deal, marrëveshje për fajësi të pjesshme ose dënim më të lehtë. Which might thon 2 years, Pafi almost night and days count too, për 6 muaj tjera del. Heqin dorë nga vdekja penale nëse shohin se nuk ka gjasa për dënim të suksesshëm. Prokurorët mund mbyllin çështjen në rastin e Didit. Një hang jury do të ishte një fitore pjesshme për mbrojtjen, po do ishte një fitore madhe, jo vetëm një fitore pjesshme. Sepse ai nuk shpallet fajtor, del për jashtë, apo nuk shpallet as i pafajshëm. Dosja mbetet hapur. Megjithatë, prokuroria ka të drejtën ta provojë sërish çështjen, që mund të zgjasë muaj apo vite. You know what I'm saying? So, shëm të famshëm që mund t'ju japun juve me hang jury është like kush ka shembull ishte Bill Cosby në 2017, kishte juri të bukuar. Gjyqi juri vendos në 2018, ku më pas u shpall fajtor. Rodney King case në 92-shin, disa nga policët u përballën me hang jury në gjykatë federale. Për mbledhje shpejt tashi situata pasoja hang jury asnjë vendim, shpallet mistrial, siç e thash, prokuria vendos nëse rifillon apo lë çështjen, Dedi mbetet i padënuar, por ende i akuzuar. Dhe nxjerrin jashtë. T'ju jap çika detaje për këtë që ju thash më para aktuell antar jury. 12 antar jury të rregullt, në përbërje ka 8 burra dhe 4 gra dhe 6 janë stole rezervash. Something happen ajo që ju thash, nëse një nga ata vendos që Xhaxhi thot gjykatësi I cannot support it, të rri 1 muaj unë apo 2 muaj se një vazhdon dhe 3 muaj, të rri unë tani pa punë 3 muaj këtu me $50 dita që të mbuloj vetëm për ngrënie. I can afford it, I got bills to pay, you know what I mean? I got like $5,000, $6,000 a month.
$5,000 në muaj pagesa, I cannot support it, my family is gonna go bankrupt. Qa bëjnë? Zgjedhin ata story të rezervave. Artenusit mbahen në rezervë dhe hyn në rol vetëm nëse ndonjë nga 12 xhurët kryesor largohet. Të gjithë përbërësit mbahen anonim para publikut dhe nuk duhet të kenë kontakt asnjëherë me njëri tjetrin. Vendimi për fajësin ose pa fajësin në një gjyq federal duhet merret unanimisht, ajo që thash nga hyria kryesore prej 12 vetash. Dhe këtu do ta mbyllim, duhet të jenë 12 veta. Në qoftë se del një nga këta, një, just like I mentioned, e thot no, that's it, it's not, s'është e besueshme akuza, pafi del i lirë dhe gjykohet në gjendje të lirë dhe siç ja u thash dhe më lart, vendoset nga ta se çfarë do bëjnë. Jenomi do vazhdojnë apo s'do vazhdojnë. Nga prosecutors ta hedhin një shkallë më lart apo ta vazhdojnë, duhet të marrin më informata më theksuara, mund ka lloj ose mund ajo që ju thash mund ose ajo që ju thash mund t'i thonë atia let's have a deal, hajde bëjmë pazar, të godasin vetëm për këtë, arsen, për shembull raketirin. They say, ata thonë që raketirin definitely is gonna get raketirin. I don't know, let's see. What's gonna happen? So, that's the moment that we all been waiting for, because I'm gonna go outside, do some grilling. It's Sunday afternoon. What time is now? Çako është? 6, and I'm gonna prep this, and then meanwhile, meantime, I'm gonna prep the barbecue, and then I wish all you guys have a wonderful Sunday evening. Enjoy it with your family. Dhe may God bless your families. Dhe kaloni mirë dhe hapni sa më shumë podcaste. If you feel like you enjoy it just like me. And then I want to tell you, dua t'ju them atë ditë që mora bujarin këtu. Bujari do ishte në orën 12, në mëngjes do kisha Erion Mustafarajn, Benin ecën vet. Erioni kishte party all night, në taxi në 5 in the morning, which I really appreciate it. Erioni kisha dhe atë, do vinin të dy, po atë tani po upgrade se duhet dhe 4 mikrofona, gjithë mikrofonat janë bler, edhe interfejsi është bler për 12 mikrofona, është përgatitur edhe ua marrë Altin më tha vllai Kleviolit nga Lushnja që del aty më tha vllai Kleviolit dua kafen. Baba, përshëndes edhe ore qa bën ti ere. Nga Lushnja, are qa bën ti ere? Nuk e ti ashu ere? Nuk e 4 mikrofona ti po ku do vim ne, vetëm njeri do ulet e ti bie vllai tërë këta, vin atje. U thash vllai, vetëm 2 kam, po jam në hapat e para. Kam vajt I thash, qa bëndi, ka marrë se e ka të United Nations, New York, e ka 2 kafesh right at United Nations, big building, there is right there 2 kafe, ka marrë 3-4 herë, I thash, do ta hapësh ti apo jo, se na çmendën na trut e kokës, ka marrë menuse me familjen, duan ham na një fërges na një gjë, po më thoshte njëri ky bën the best fërges, po lëvizim, we were located somewhere else. Megjithatë po lëvizim në një tjetër pjesë të New York dhe patjetër që do hapim dhe do kemi kontakte, shkëmbym numrat e telefonit edhe gjithashtu me Erionin I përshëndes dhe Erionin Mustafarajn edhe e respektoj vetëm për ata, e ke parasysh, like, because we are a human being. I love it, man. Text, bam, Altin, I can't make it, man. 5 in the morning he texts me. That's a gentleman movement. Like, we talked. I didn't make it, but I text you. I'll let you know. That's a man thing. Boom, boom, boom. Flasim. I really wish to have him here. Ka prindit në Ustër, më tha Altin do flasim. I thash merrem kur ti jesh në Ustër, I'll come and get you and then come here. We have some fun, you know. We enjoy the conversation. Other than that, enjoy this wonderful day. The happy 4th of July, this upcoming week, it's a 4-day week. We're gonna have the long weekend. Everybody enjoy it, you know. Happy birthday to America, 250 years old. We all love it. American military, 250 years old.
Wish you the best. We love you, America. Greatest country in the world. Include Albania too, because it's in our heart. You know, we can't change that. We got Albanian blood. You know what I mean? And then enjoy it. And then to the next. Don't forget, I'm doing episodes every week now. See? Just keep up with me. Keep up with me. This episode is too long because it was too much to talk. But we're going to make it happen. May God bless you. Bye. 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 May God bless you. Bye. Bye.